Rudina Magjistari, ja e vërteta e ndarjes sime nga Edi Rama dhe zërat se më rihte. Moderatorja e njohur Rudina Magjistari ka qenë për shumë vite e lidhur me Edi Ramën në kohën kur ai ishte ministër kulture dhe më pas kryetari i Bashkisë së Tiranës. Në atë kohë, ata ishin çifti më i famshëm i Tiranës, por në mënyrë të papritur ata u ndanë, ndërsa pati zëra se kjo ndodhi për shkak të dhunës së vazhdueshme që Rama ushtronte ndaj Magjistarit. Aktualisht të dy janë të martuar me persona të tjerë, ndërsa për herë të parë Rudina, ndërsa ka folur për një revistë, i është përgjigjur dhe pyetjes pse u nda nga Rama dhe a janë të vërteta zërat për dhunë. E vërteta është se vjen një moment dhe gjërat mund të ftohen, s'janë si më parë, nga mënyra si reagon, e kupton nëse kjo marrëdhënie ka të ardhme apo jo. Nuk ishte e thënë që të vazhdonim më bashkë, por tashmë asnjë aludim nuk ka më vlerë pasi unë jam e lumtur me jetën time, krah tim shoqi, ka thënë Rudina, e cila nuk ka dashur ta shtyjë më tej këtë bisedë.